Vazhdimi I seancës konstituive të kuvendit, e cila nisi me mbi 1 orë vonesë dhe fillimisht u zhvillua në qetësi, nuk përfundoi e tillë. Situata u tensionua në momentin kur kryetari I lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti refuzoi të propozojë një emër për postin e kryetarit të kuvendit me arsyetimin se I nevojitet kohë shtesë për të arritur një marrëveshje politike për postin e presidentit. Me të zënë vendin e tij, deputeti I Aleancës Time Kadriaj hodhi vezë në drejtim të Kurtit, I menjëhershëm që reagimi vetëmbrojtës nga ana e Kurtit, që vezët të mos e qëllonin kryeministrin në detyrë, I pari që u kujdes ishte krahu I tij I djathtë Glau Konjufca. Në mbrojtje të Kurtit doli edhe Valon Hoti, I cili madje e shtyente fizikisht deputetën në përpjekje për t'i ndaluar veprimet e saj, kurse bashkëpartiaku I Kadriajt, Besnik Tahiri, I doli përpara Hotit duke kërkuar që të mos e prekte fizikisht deputetën. Me që situata eskaloi brenda sallës, u desh të ndërhynte edhe sigurimi I kuvendit, mbrojtja afërt e Kurtit, si dhe ajo e ushtruese së detyrës së presidentës Albulena Haxhiut, por përveç me veprime e ashpër Time Kadriaj ishte edhe me fjalë. Por pavarësisht zhvillimeve që ndodhnin në sytë e tij, Kurti qëndronte I qetë në ulsën e vet. Me këtë rast, kryesuesi I seancës Avni Dehari ndërpreu seancën. I shoqëruar nga mbrojtja afërt, Kurti u largua nga salla plenare, ndërkaq në anën tjetër, pak momente pas veprimeve, deputeti I Aleancës u pa duke buzëqeshur me bashkëpartiakët e saj, ndërkaq në një konferencë për media disa minuta pas ndërprerjes së seancës plenare, shefi në detyrë I ekzekutivit tha se nuk ankohet që hedhin vezë, por që s'duan të takohen me të. Nëse gjuajtja me vezë dhe goditja e sakos dhe pantolonave të kryeministrit nga vezët që I hedh një deputete është çmimi që unë duhet ta paguaj në mënyrë që ata të ulen dhe të bisedojmë bashkë e të dialogojmë, jam I lumtur ta paguaj këtë çmim. Vetëm le të vinë takim, vetëm le të ulemi, le të bashkëbisedojmë. Unë nuk ankohem që ata hedhin vezë, unë ankohem që ata s'duan të takohen. Kjo ishte seanca e dytë radhazi për konstituimin e kuvendit, e cila u ndërprej sërish pa u zgjedhur kryetari dhe 5 nënkryetarët.